E vërteta e qeverive. Të gjitha qeverit janë institucione amorale dhe kriminale sepse detyrojnë çdo person me kërcënimin e dhunës të paguajë taksat e detyrueshme për të jetuar. Ka qindra taksa, taksa mbi pronat, taksa mbi të ardhurat, taksa mbi trashëgimi. Dhe duhet t'i paguajmë të gjitha, përndryshe qeverit përdorin forcën ose makineritë e forcës për të marrë llogaritë tona bankare ose për të na arrestuar, madje na vendosin në burg. A ka ndonjë ndryshim me mafjen? Qeverit kërkojnë që të paguajmë kotat tona rregullisht, duke na premtuar se në këtë mënyrë mund të jemi të sigurt dhe të mbrojtur nëse e bëjmë këtë. Por nëse nuk e bëjmë, vinë agjentët që na shtrëngojnë ose na vendosin mënjan. Taksa duhet të jenë vullnetare dhe kështu qeverit nuk do të ishin automatikisht amoral dhe kriminale, por do të mbështeteshin vetëm përmes dhurimeve, sepse ekzistenca e vërtetë e tyre do të ishte e kufizuar nga vullnetarizmi. Më thoni një gjë. Ku janë qeverit për të siguruar kur njerëzit arrin ta bëjnë atë më mirë, më lehtë dhe më me efikasitet në nivelin komunitar? Nuk ka asnjë vend në tokë ku mund të shkosh pa u kontrolluar nga qeveritë shtetërore. Çdo cop tokë është ndarë dhe kërkuar nga 196 shtete, secili prej të cilave kontrollohet nga forma të ndryshme të forcave qeveritare. Nuk ka më asgjë në tokë për sovranitetin e individëve ku mund të shkojnë lirisht pa u detyruar nga këto qeveri mafioze të paguajnë taksat dhe të binden ndaj ligjeve. Të gjitha format e qeverisjes kanë krijuar dhe kanë ushtruar skllavëri dhe dhunë ndaj popullsive të tyre. Ne jemi të gjithë sklever të pasurisë së qeverive, sepse çdo komb na detyron me kërcënimin e dhunës ose të sekuestrimit. Duhet t'u paguajmë atyre 1% të ardhurave tona. Definicioni i skllavërisë është ai që merr me forcë 100% të fitimit të çdo personi. Por si mund të përkufizohen qeveritë kur ato marrin me forcë 60% të fitimit të secilit? A nuk është kjo skllavëri? Në shkollë na kanë mësuar se skllavëria ka përfunduar shumë kohë më parë dhe të gjithë e dimë në mënyrë të përgjithshme se skllavëria është imorale. Por nëse qeveritë me forcë vazhdojnë të marrin edhe vetëm 1% të fitimeve të popullsisë, kjo është gjithsesi skllavëri, sepse edhe 1% skllavëri është imorale. Përkufizimi i vërtetë i fjalës qeveri është kontroll mendor. Dhe shumica e njerëzve në nivel global janë plotësisht të dominuar nga kontrolli mendor përmes qeverive, mediave dhe sistemit arsimor, në mënyrë që të besojnë se qeveritë shtetërore janë institucione morale dhe altruiste që ekzistojnë për përfitimet e njerëzve. Realiteti, natyrisht, është i kundërti. Realiteti është se të gjitha kombet janë si plantacione skllevërish në qiell të hapur, që u lejojnë popullsive, që janë shërbëtorët e tyre, të zgjedhin punët e tyre me qëllimin për t'u dhënë iluzionin e lirisë. Me justifikimin se po paguajmë për ndihma që në fakt janë gjithmonë fryt i punës sonë. Kjo është arsyeja pse të gjitha qeveritë janë kriminale dhe amorale, sepse i vetmi sistem i drejtë qeverisjeje është anarkia ose vullnetarizmi. Nuk ka asnjë zgjidhje politike për problemin e qeverisjes. Votimi për një figurë të re ceremoniale si kreu i shtetit prej vitesh nuk ka sjell kurrë, nuk do të sjell kurrë dhe nuk mund të sjell kurrë ndonjë ndryshim domethënës, të qëndrueshëm dhe pozitiv, sepse qeveritë nuk mund të përmirësohen apo të krijojnë moralitet brenda vetes. Asnjë prej tyre nuk respekton të drejtat e individit, për sa kohë që zgjedhin të mos heqin dorë nga qeverisja. Të gjitha qeveritë e botës nisin përdorimin e dhunës përmes policisë dhe detyrimit në formën e taksave. Dhe kjo është plotësisht imorale dhe e papranueshme. Seksi me pëlqim nuk është imoral sepse është vullnetar, ndërsa përdhunimi është imoral sepse është i detyruar. Në të njëjtën mënyrë, gjëra si dhurimet bamirëse dhe tregu i lirë janë morale sepse janë vullnetare, ndërsa taksat dhe tatimet janë imorale sepse janë të detyruara. Problemi rrënjësor dhe i përhapur në të gjitha qeveritë e botës nuk është thjesht korrupsioni i brendshëm apo kriminaliteti. Këto janë thjesht simptoma dhe efekte anësore të shtetëzimit. Problemi i vërtet brenda qeverive është se urdhrat e tyre janë të detyrueshëm dhe detyrimet janë të imponuara.
që qeveritë të jenë institucione morale, të gjitha taksat dhe ndërveprimet duhet të jenë vullnetare. Nëse qeveritë e ndershme ekzistojnë për shkak të përfitimeve tona, ato do të jenë vullnetare dhe nuk do të përdorin kurrë vonë kundër popullatës.